Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio profesor Pullumpi Linçin. Profesor, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje. Profesor, ju sot dolët urgjent vetëm 3 minuta, si misioner dhe i veshur si ushtarak. Por nuk ishit në televizioni e TV Shpresa. Por ku ndodheshit në ato moment? Mirëmbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar, mirëdita shqiptarët e mi në gjithë Amerikën ku ndodheni. Sidomos i përshëndet shqiptarët jashtë kufijve të Shqipërisë, ku ndodhen në Evropë, në lindjen e mesme. Gazetarja më bën një pyetje, dashur bashkëdhetar shqiptar, unë dola urgjent diku në një vend ku unë kam emisionin tim. Pra, vërtet, unë dola, si që kam thënë shqiptarëve, unë jam misioner me punë shumë të rëndësishme, sidomos tani ndodhem në Shqipëri për çështje kombëtare dhe ndërkombëtare, për ta bërë Shqipërinë me kufi natyror. Dola urgjent, u tha shqiptarëve, gati 2 minuta e gjysmë, dhe u i lajmërova që të jenë të qetë, sepse propaganda, gazetarja mund të pyes më vonë, propaganda është bërë në Shqipëri që gjoja Irani do të godasi Shqipërinë. Ata janë propaganda që bëjnë e kanë 35 vjetë. Unë vërtet ishe ushtarak, sepse si që thash, unë kam dalë me mision të posaçë, pavarësisht se unë jam dhe kryetari i Shpresës të Kombit për ta bërë Shqipërinë me kufi natyror. Dhe ne jemi në dieni, jo sot dashur shqiptar, po Pilinçi është në dieni ka 50 e ca vjetë. 50 e ca vjetë që punon, më tepër në Evropë, e kudo në lindjen e mesme, e sidomos prej 90-s edhe në Shqipëri. Pra çdo gjë jemi në dieni dhe shqiptarët duhet të dinë çdo gjë edhe çfarë do ndodhi dhe çdo gjë që e thimini janë reale. Profesor, ju dihet dolët urgjent me një deklaratë dhe njoftua shqiptarët kudo që ndodhen, rrugët janë bllokuar. Gjeni mënyrën për të larguar jashtë qyteteve, por në periferi. Të dashur shqiptar, unë dola dije special me 5:30 dhe lajmërova gjithë shqiptarët. Po unë kam thënë mbi 4-5 muaj që do vi një luftë e hidhur në lindjen e mesme dhe në Evropë. Disa njerëz e vinin buzë në kas, disa lloj kafshë që janë në Shqipëri, këta terroristët të dyja partitë bëni propagandën kundra meje, po jo drejt për drejt, sepse nuk u ambante drejt për drejt as Edi Ramës, as Ali Berishës, po futin disa mizakali në internet, në YouTube. Unë dalë në pyetja përsëri, dashur shqiptar, unë lajmërova mbrëm në 5:30. Për arsye, sepse unë kam thënë dhe më para shqiptarëve të mi që janë për Evropë, që punojnë si slevë, që i përdorën, sidomos Franca, Englezët, Italia, sidomos Greqia, ka mbushur burgje plot me djem e vajza të reja shqiptarë që janë Shpresë e Kombit. Unë i lajmërova përpara dhe u thash në mënyrë të qetë që ktheuni në Shqipëri për një 2 javë, të shikoni prindrit tuaj, të shikoni vendin tuaj, është më mirë të ktheheshit. Disa dofta nuk e kuptuan mirë, disa kanë erdhur. Pra unë mbrëm dola, pra arsye se janë bllokuar gjithë rrugët, po thuhet gjithë rrugët e Evropës janë bllokuar dashur shqiptar. Pra nuk kanë më kuven, o kanë ngelur vetëm një gjë. Sidomos englezët kanë lajmëruar dje të dashur shqiptar, këto janë lajme që ne i dim të sakta, jo si mizat e kalit që dalin në televizor, që në moshën 50 vjet e poshtë janë të detyruar urgjent të shkojnë ushtar. Do me thënë mish për top shqiptar. Shqiptarët e mi, në asnjë mënyrë në Ingliterë mos shkoni ushtar, po vetëm u them kaq, kudo që janë shqiptarët, në Francë, në Ingliterë, në Greqi, largoni sa më parë, sidomos në Greqi mund të largoheni shumë kollaj me anë e tokës njëherë për njëherë, ashtu siç keni vajtur në përmalen të Borë, tani nuk është aq ftohtë, ecni sa më parë në Shqipëri. Kurse ku janë në Ingliterë, në Francë, kudo që ndodhe, në Evropë, ju lutem, largoni sa më parë, shkoni në vendet që janë të vogla, sidomos në vendet malore, ku janë fshatrat
ne i quajmë fshatra pamasis, se i quajnë sot në shekullin 21 quajnë qytete, largoni, shëgoni fëmijët tuaj, mos rrini në për qytetet që janë të dendur, në për qytetet që janë zyrat e ati shteti, largoni sa më parë, duhet urgjent. Nëse ju nuk largojni, lufta ka filluar, minuta minutën të shpërthej kudo. Pa here ju do keni zor të largojni, sepse është një rregull ndërkombëtar. Kur bëhet luftë, nëse shohin një duke ecur në për rrugë, atë e qellojnë, sepse quhet si terrorist. Pra keni kujdes dashur shqiptar, se puna ka rëndësi. Pra për këtë arsye, unë e thash dhe dje. Dhe për këtë arsye dola gati 2 minuta e gjysmë, sepse nuk mund të flisje më tepër aty ku ndodhshë. Pra, tash në orën 6, unë po dal në televizorin TV Shpresa dhe gazetarja është e lirë të më pyesi çfarë ke dëshirë dhe unë flas pa telefon dhe unë nuk marr urdhë pe dikujt, po unë çdo gjë që e them janë realitet. Unë s'kam thënë shumë gjëra që kanë rëndësi, por po u them pak a shumë ato që juve duhet i dini. Profesor, gjithë media televizive dhe në YouTube po përflitet që do të goditet edhe Shqipëria. A mund të na shpjegoni për këtë analizë dhe gazetar që kanë 35 vjet që po të orientojnë popullin? Dashur shqiptar që mbrem, po thuaj edhe par mbrem, kanë filluar mizat e kalit, unë i quaj mizat e kalit, sidomos 2 partit, o shqiptarët e mi, të dyja partit janë anti-shqiptare, të 2 partit janë këthyer në terrorizm. Mbas rënies të murit të Berlinit, tini të bindur këtë që them, mbas rëndje murit të Berlinit, lindja që ka qenë komuniste, së bashku edhe Shqipërinë, janë këthyer në terrorizm. Këta bin terrorizm. Nuk është e vërtet që bëjnë muslimanë terrorizm, po bëjnë celurat komuniste. Janë shpërndarë në çdo shtet. Po unë po flas për Shqipërinë time. Pak më intereson për shtetet e tjera. Ka ardhur koha sot të mbrojmë Shqipërinë. Ka ardhur koha sot të bashkojmë Shqipërinë. Të dashur shqiptar, në të gjithë televizorit, të gjithë Top Channel, Klani, News 24, ti përmend të gjithë, po që të gjithë që quhen televizor të shtetit, televizor publika si i quajnë këta, mizat e kalit, janë mashtrues. Asgjë nuk din. Ata gjithmonë flasën në favor. A mbani mend dashur shqiptar, disa në YouTube të quajtur ushtarak, rrugaç, flisnin se Kina është më fort. Të dashur shqiptar, Amerika është zoti. Amerika s'ka nevojë më për ushtar. Por, unë po them edhe këtë dashur shqiptar, Amerika nuk godet më. Sepse Amerika ka një rregull, ka një disiplinë, ka kongres, ka senat. Pavarësisht se presidenti e filloi goditi në Iran, u vra kryesori, disa njerëz tonë është vrarë në obor, jo dashur shqiptar. E një si far avukati nuk ka nevojë t'ia ze emrin, sot përsëri ka thënë e vran në obor. Dashur shqiptar, atë e vran në shtëpi. Do me thënë njeriu, spioni ishte brenda që i dha të dhëna kryeministrit të Izraelit. Do me thënë spionazhit të Izraelit i dha të dhëna, ai ishte në familjen e tij, është vrarë Besa, është vrarë Çupe e Madhe, do me thënë është vrarë si familje. Po aty ishte edhe gjenerali kryesor. Pra të dashur shqiptar, ne na intereson kombi Shqipërisë. Ju e shihni edhe në foto, sepse në Durrës ju keni e Iranit. Ata janë kriminal të gjithë, dashur shqiptar. Unë i thash edhe dje dhe po e përsërit sot dhe do mbaj përgjegjësi penale. Edi, mos mu mblidh në PS për ignorancit edhe për të ndihmuar veten tënde dhe ministrit tënd. Unë nuk kam thënë ju të gjithë, ju do hiqeni zvarr atë dëm që keni bërë kombit. Nëse ju nuk i largoni këta që shihni këto fytyra këtu, që rrinë në Shqipëri 3.000 veta, janë 3.000 agent, janë 3.000 terroristë. Këta pregatisën si që Shqipëria të ketë rëmuj. Pra,
largoj sa më parë do mbash përgjesi penale. Po mund të thuash kush na e ka sjell? Ai që ka sjellë ti marri. Vetëm nxirri, veri në vapor edhe nxirri për të detit vend ku të kenë qefin e tyre. Nuk duhet të jenë me në Shqipëri. Në tokën e Shqipërisë është e shqiptarëve. Nuk është e terroristëve, sepse dy partitë të dashur shqiptar janë terroristë. Ju e pat vetë. Shqipëria është në rrezik këto ditë. Në përfundimin e sipme dhe gjarpin kur e vret, fillon e lëviz bishtin. Janë me minuta. Më terrorizëm se që bëri Sali Berisha, që hodhi bombat, ati ishin persona që do vriqin, po e nxjerr me propagandë që ishte Enver Hoxhës. A here vilat janë të Enverit, të Mehmetit, pse nuk i kanë prishu? Në ato vila kanë jetuar ata dashur shqiptar. Në ato vila kanë qenë sekretar partije, kanë qenë mjek. Pra, nuk e rëzuan, po duan terrorizm në Shqipëri. Pra, ju jeni të sigurt shqiptarët e mi, jeni shumë të sigurt, nuk do ndodhi asgjë në tokën e shqiponjave. E kanë fjalën për Shqipërinë, Maqedoninë tonë, e kanë fjalën për Malezi edhe për fushën tonë të Kosovës, shqiptarët tonë. Pra, të dashur shqiptarë, Shqipëria do bëhet me kufi natyror. Pra, erdhi koha e realitetit. Erdhi koha e juaj, po erdhi koha shumë e keqe, shumë e hidhur. Unë nuk kam thënë që do bëj një dimër që do ngrihen njerëzit në akull. Nuk është vërtet ftohtë. Po është. Do përdoren armët më të rrezikshme. Po jo për Shqipërinë. Do përdoren për atë vend që na kanë coptuar me shekull e me shekull. Pra, gazetare, ta që shihni këtu, këta janë Sali Berishës e Edi Ramës. Këta i pranuan, këta i mbajtën për arsyet e tyre. Dhe do dalim në fund historia pse i mbajnë 3.000 veta, që 3.000 janë 3.000 ushtar, janë 3.000 të rrezikshëm si gra edhe burra. Pra, këta janë kryesorët e terrorizmit që janë ndodhur në Iran. Profesor, sot zoti Rama publikoi urgjent mblodhi urgjent grupin e PS-s. A lidhet kjo me publikimin në faqen zyrtare të gjykatës kushtetuese që konfirmon të drejtën e kryeministrit për të zvendësuar ministrat dhe zëvendësministrat? Ç'mund na thoni, apo përgatiten ndonjë valje rindryshimesh? Të shqiptar kudo që ndodheni, siç u thash, nuk e përsërit 1000 herë, Shqipëria, minutat e fundit, është në rrezik nga dy partitë terroriste, PD-ja, PS-ja, plus Parti Komuniste, po janë me keqja, janë agentët e serbëve, agjentë e grekëve, agjentë e francës dhe të englezëve. Pra, gazetarja më pyet se Edi Rama sot që me natë mblodhi PS-n, mblodhi ministrat për arsye sepse ne kemi thënë më përpara. Gjykata kushtetuese dashur shqiptar ishte në favor të Edi Ramës. Por e pan se ne nxuarm dosjet, nuk po i ze emrat në gojë, kam zënë 1000 herë emrat e tyre, por ata përsëri para një muaj e mbajtën, po thuaj një muaj, e plotësuan qefin e tyre, e thanë dual 4-4, ju e mbani mend, do me thënë dual në favor të Spaku, që Spaku ka të drejtë që ka thënë që duhet mos vënë në punë zëvendës kryeministri. Ata përsëri prisnin nga gjykata që të thoshte nuk ka të drejtë Spaku o avukatët o gjyqtarët që të heqen ministrin e të zëvendësojnë. Pra sot doli kushtetuesja, të njëjtit fytyra, të njëjtit ata që janë zgjedhur nga dy partitë, e the me plot gojë, të njëjtit anti-shqiptarët që kanë bërë lëmç Shqipërinë, që gjoja janë të kushtetues, ata janë të parave, pra sot e nxuar në atë libra, si i thoni shqiptarët, se ka lloj-lloj motede, në faqen zyrtare. Në faqen zyrtare na e nxuar sot se për tonin ta nxirrin në atë ditë e dha në favor të Spakut. Ka të drejtë të hiqen ministrat, zëvendës ministrat dhe zëvendës kryeministria e ka fjalën për Ballukun, ka të drejtë të largohet dhe ka të drejtë kryeministria, kushdo qoftë që të jetë, ka të drejtë ta zëvendësojë.
sepse Edi Rama thoshte është e pazëvendësuese më prish qeverinë, pavarësisht se qeveria ka 35 vjet, është e prishur, ka 35 vjet që janë ignorantët, ka 35 vjet që i vranë shqiptarët, ka 35 vjet që i nxua për të detit, ka 35 vjet që kanë marrë pronat pronarëve të ligjshëm. Pra, gazetare, këtyre u erdhi fundi, bëjnë të fundi si që bënë ditën e premte, e bënë ditën e premte demonstratën, mos gaboj, e bënë demonstratën Iran vërdall Tiranës, ishte të shtunë më falni, Iran vërdall të shtunë Tiranës, qëllimisht, ishte e qëllish me qytetarët e Tiranë. Qëllimisht Iran vërdall që të shinin njerëzit nga dritaret, është program sërb, që t'i bashkoshin demonstratës dhe të bënin revolt dhe të diqnin Tiranën. Por tiranësit e panë, sepse nuk janë vetëm tiranësit, në Tiranë kanë erdhur nga të gjitha anët e Shqipërisë për të parë një ditë të bardhë, sepse në kohën e komunizmit ishte që më mirë të jem në qytet se në fshat, më mirë të pastroj banjot në qytet se të rri në fshat. Ky ishte qëllimi, por harruan se ata marrën nga $80 e s'mund të jetosh në qytet pa bakti, pa blegtori, pa bujësi, pa asgjë. Pra, nuk doli asnjë tiranës. Unë i falenderoj të gjithë tiranësit që nuk i ranë mbrapa terroristëve. Ata ishin terroristë. Më në fund, ata lequ për leshën me policinë, më në fund doqën edhe Vilin e Enver Hoxhës. Vili Enver Hoxhës, të dashur shqiptar, është marrë nga Franca, pavarësisht se ne do t'i marrëm prapë. Është marrë nga Franca dhe aty janë artistë. Menjëherë doli presidenti i Francës, po atë natë, tha, na keni djegur vendin tonë, quhet vend francez, kur e merr. Pra, të dashur shqiptar, këta vinë çmos, minutën e fundit, sepse e dinj dove në burg, po këta kanë një hall, dashur shqiptar, si Berisha dhe Edi Rama. I ze këta të dy, me qenë se të dy janë, pavarësisht se janë edhe mizat e kalit që janë afër Berishës, afër Edi Ramës. Këta nuk kanë hall të tyre, o shqiptarët e mi. Këta kanë hall e fëmijëve të tyre. Se fëmijët e tyre do pësojnë, sepse fëmijët e tyre shëtisen me xhame, me makina të zeza, vënë hanë darkë e drek në për Evropë, vënë kudo. Ata nuk kanë ushqim shqiptar, sepse ushqimi që është këtu është ushqim i helmuar, dashur shqiptar. Pre, pse jeni mbledhur dhe gjithë, vini farmacie, nuk po gjeni edhe ilaçe, sepse jeni sëmur nga ushqimi, nga frutat, nga perimet, çdo gjë që sjellën nga mishi, që është mishi 50 vjet, dashur shqiptar. I vën në frigorifer, u vën bojë të kuqe, gjoja sikur është mishi i freskët, po keni ngrënë ushqimin më të keq. Unë u kam thënë që më përpara i kam nxjerrë fotografi si i lyen me bojë, perimet, çdo gjë, dhe mishin si e futin me ilaçe që të duket si i freskët, po ai ishte ushqim shumë i vjetër. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha e juaj. Unë mund të flas më vonë, por rëndësi ka sot shqiptarët e mi. Çfarë keni jashtë shtetit? E kam fjalën jashtë detit tonë. Lajmëroni njerëzit sa më parë, pavarësisht se dhe ne ka mbi 10 milion që shikojnë në YouTube që kemi ne, o në televizorin TV Shpresa. Ju mund ta klikoni, dashur shqiptar, ku do qeni në botë, TV Shpresa, do të shihni të gjithë çfarë kemi thënë ne. Pra, unë kam thënë më përpara. E njëherë, ne na kanë bërë mbrëm në mes të natës një zonjë, një intelektuale, që është në Shpresa e Kombit dhe donte që burri i saj të kthehej, ishte në avion dhe të kthehej urgjent të vinte në Shqipëri, sepse edhe aeroporti i Tiranës është bllokuar për lehtëson, pra tiketa nuk lejohet, edhe kryeministra e Italisë ka dalë në orën 1:15 të mëngjesit, po ashtu ka dalë francezi, po ashtu ka dalë gjermani, po ashtu ka dalë dhe englezët, ishin englezët të mbledhur të gjithë, domethënë Senati e Kongresi ishte mbledhur që çfarë do bëjnë. Arritën englezët
s'ka bërvaki kjo vetëm në luftën e dytë botërore, ishte arritën e Englezët i kanë nxjerrë deklaratën të gjithë ata që janë në shtetës, pavarësisht se ka shqiptar, të gjithë ata që janë në shtetës, dën 50 vjet duhet shkojnë ushtar. Domethënë të shkojnë, e kanë fjalën për shqiptar, pas më intereson për tjerë. Domethënë të shkojnë shqiptar për misht për top. Pra të dashur shqiptar, largoni. Nuk s'keni ku të vini sepse janë zënë rrugët, o largoni në fshatet më të vogla që ndodhen në Francë, në Ingilterë, kudo që janë, largoni sa më parë. Zvicra është me sigurt. Pse është me sigurt? E në luftën e dytë botërore ishte 2 shtete që nuk luftuan. Ishte Zvicra, për arsye se atje ishte paraja e në përpangat, po ashtu ishte edhe Turqia. Turqia ishte Amerika. Forcat e Amerikës ishte në Turqi. Pra, pse them unë Shqipëria është e garantuar? Është e garantuar se këtu është Amerika. Janë specialistët e Amerikës, nuk është punë e NATO-s. Këtu janë ushtarët më të mirë të Amerikës. Dhe tini të bindur, dashur shqiptar, Amerika ka qëndruar, nuk e godet me Iranin. Për çfarë arsye? Për arsye sepse Kongresi Amerikan dhe Senati janë mbledhur dhe populli ishte ngritur në këmbë, populli amerikan nuk do luftë. Nuk do luftë të shpjeri djemë të rinj e që të vinë pa këmbë, pa dorë, për arsye për të ndihmuar Izraelin. Jo. Izraeli e ka vetë kryeministin që hapi luftën, e hapi luftën qëllimisht do vinte në gjyq, domethënë ka disa muaj që hapi luftën, ai nuk do dhe fare atje, se parmbrëm u godit vila ku ai ndodhe zyrtarisht, dhe si ishte brenda. Pra, dashur shqiptar, pavarësisht se nuk e tregojnë, Izraeli është goditur shumë rënd. Shumë rënd. Ka rënd pallatet më të katëran, ja vrarë shumë njerëz për shkak të kryeministrit të Izraelit. Pra, populli i Izraelit është popull pajdajs, është popull punëtor, nuk është popull terrorist, po kryeministrit dhe qeverinë që e ka sot, ata janë terrorista, ata për hatrin e tyre që kanë vjedhur, duan të hapë në luftë. Të njëjtën ndodhe në Shqipëri, dashur shqiptar. Bëjnë çmos për të mbajtur gjoja parat, po jo, erdhi koha e juaj. Profesor, a keni diçka për të shtuar? Unë për shtuar kam vetëm për t'i thënë popullit shqiptar, vëllezërve të mi, shqiptarët e mi, që kanë mirë 64 vjet, 46 vjet me regjim, o t'i lem me janë ato, të përmendem vetëm 35 vjet. Shqiptarët e mi kanë ikur, ju i keni parë si kanë ikur në përdet, ju i keni parë njerëzit si hidhshin, përdrithshin, dhe sot janë në rrugët e botës. Pavarësisht se u shkarkuan në Itali, por sot janë në Amerikë, janë në Francë, janë në Gjermani, janë në Ingilterë, janë kudo, edhe në Kinë ka shqiptarë të ikur të penë e dhjetës. E kam fjalën që nga në dhjeta dhe deri këtë minutë që unë flasë, kanë ikur 3 milion e gjysmë. Kanë ikur nga e keqja, dashur. Kanë ikur nga e keqja sepse të dyja partitë, PD-ja e PS-ja, janë të pjellat e regjimit, jo vetëm komunist, po regjimit sërb, e regjimit grek. Këta janë, nuk ka patur historia e Shqipërisë ndonjëherë si këto dy parti, që kanë vrarë shqiptarë. Dikush mund të më thotë se është e vërtet pilin që s'ka vrarë njëri. Shumë shqiptarë janë vrarë që do habiteni kur ti mini vesh. Janë vrarë vetëm që i keni parë me sy, për shembull në 97, 5.000 veta. 21 janari, bomba që ra në Gërdec, edhe ai gjyqtari që ka shtyrë gjyqin 1000 herë të Fatmirit, o gjyqtar, do dënohej shumë rënd. Ai do dënohesh ti sa nuk e kupton veten ku ka arritur. Për hatrin e atyre që janë vrarë, ti qesh, ndërron me një farë Fatmir me diu, një rrogaç, një anti-shqiptar. Hiqet s'kur vete në Amerikë edhe një askur kush. Sa herë vete shpije miliona dollar. Unë nuk kam thënë dashur shqiptar, unë jam në Amerikë, unë jam në Evropë, unë jam kudo, e jam në Shqipëri. Dhe
u jam dikushi, nuk jam si emigrant e tjerë. Nuk e ofendoj emigrant e tjerë, po nuk jam si të tjerë, që ditën që unë kam qenë në Amerikë, unë kam filluar punën time, kam mbaruar shkollë, farmacistë e shtanë, kam qenë pedagog me 2 universitete, dhe më në fund kam marrë rrugët për çështjen për të mbrojtur kombin e Amerikës. Dhe unë i di çdo gjë, kush hyn e kush del në Amerikë. Pra, 35 vjet, këta që hynë si punë e Fatmirit, e të quajtur deputet, o Edi Rama, o Ilir Meta më përpara, o kryetari i Bashkisë të Tiranës, që është në Burg, hynin shpinin para dashur, me mira, me miliona. I kanë shpërnë sot në Manhattan, New York, në Brooklyn, Bronx, në Chicago, me çdo vend, Florida, Kaliforni, kanë shpërnë para që të i mbanin për sot, për këto ditë. Jo dashur. Ne i dim edhe $1 kujt ja kanë shpërnë. Ne i dim në Amerikë si i kanë shpërnë oficerët ushtarak të veshur, rrugaç, palo komunist, spiun të lindjes. Bëjmë propagandë. Ashtu e hapën para 2 javë. Thanë që do bëjmë demonstratë të madhe. Pse se bën? Pra ne i kemi në dorë çdo gjë. Gjitha parat dashur shqiptar, jini të bindur. Të gjitha parat që kanë vajtur në Amerikë, ne i dim edhe peni. Ne i dim çfarë kanë blerë hotele, ndërtime. Dikush ka qenë edhe deputet këtu. Është në Amerikë, ka hapur një kompani gjoja ndërtimi. Miliona $, i merr nga Shqipëria, do t'jenë tuaja, dashur shqiptar. Edhe hoteli që u ngrit, edhe vila që u marr më mirë në New Jersey, në Morristown, nga Mania, që i quani milioner, ato do t'jenë tuaja. Pra këta janë të lidhur së bashku, dashur shqiptar. Këta janë të lidhur. Shumë ministrat e Sali Berishës do dënojnë shumë rënd. Kudo që janë, kudo që do venë, shumë rënd, kanë vjedhur aq para, kanë vjedhur gjakun tuaj. Përsëri do dalë, pse kanë vrarë shumë. Vetëm 97, vetëm 21 janari, Gërdeci, po njerëzit që janë vrarë të dashur shqiptar, avokat, jurist, gjyqtar, që janë vrarë, janë helmuar, janë drejtuar në spital, gjoja është një spital në Itali. Ven e më skthejnë më. Ne i dim gjitha. O vlezër, o shqiptar, unë flas nga zemra ime, unë kam erdhur këtu për të mbrojtur Shqipërinë. Jo për të fituar. Unë kam erdhur këtu po e them hapur. Unë po humbas, kam humbitur kohën time. Unë po jetoj tamam si dikur ku ishe intrenuar në Shtyllas. Sepse jeta ime ka ndryshuar, dashur shqiptar. Pavarësisht se unë kam qenë i intrenuar, kam qenë edhe pa bukë, flinj edhe pa bukë, e pa veshur, cop, nëna ime me arne, ama ishën të pastra. Por kam kohë që jetoj me familje, me vëllezit, me fare fisin tim, që kam sjell gati 50 familje Pilinçi në Amerikë. Por erdha këtu për të shpëtuar kombin tim, për të shpëtuar ju që më shikoni drejtë në sy, për të bërë një qeveri, një shtet të lirë, demokrat, për ta bërë me ju intelektual që jeni pa punë, që keni ulur kokën e vini pini nga një kafe. Edhe kur vini në shtëpi, zirni në familje, sepse ato parat që i mirni për bukë, vini pini kafe, vini pini nga një gotë. Gjoja jeni të mërzitur, por nuk kalon me të pirë, dashur shqiptar. Është tjetër kohë. As me i vend të botës nuk ka kafe si që ka Tirania. As me i vend. Është Amerika, vendi mi lirë, mi bekuar, por nuk ka kafe. Ka punë. Me punë del çdo gjë, dashur shqiptar. Pra, u erdhi koha e juaj. Është pak kohë e hidhur në këtë botë, se do vriten shumë njerëz. Do vriten shumë njerëz. Që është lufta e ashpër. Nuk besoj që të vej aty ku është me keqja, por shumë e ashpër. Pra, Amerika, dashur shqiptar, është perëndi për çështjen e armatimit edhe pasurisë. Shqipëria është e sigurt.
A e mbani mend kur Shqipëria hyri në NATO, që hidhet e përdridhet një Sali Berisha, o Edi Rama, këta këlyshët e komunistave, që e futëm ne NATO? Jo. Amerika e futi NATO, pa ushtar. NATO duhet futesh me ushtri. E futi sepse, ua kam thënë 1000 herë, plani është që të bëhet Shqipëria me kufi natyror. Plani është Kosova, pa marrësi se thot u zgjodha Kurti, jo. Ati do ketë qeveri teknike. Maltëzi do ketë qeveri teknike. Maqedoni do ketë qeveri teknike. Shqipëri, ne e kemi bërë qeveri teknike, kur të bëhet me zgjedhje të lira, do bëhet një president për kufi natyrore. Ka marrë formë të prerë, sepse mizat, agjentë të sërbëve, të ruzëve, të grekëve, ne i kemi eliminuar dhe nuk janë, po ne kemi mizat e kalit, shqipfolësit, dhe ata do mbushen burgjet. Unë edhe një gjë po i them të burgosëve që janë në Shqipëri, në Korçë, në Kavaj, në Peqin, Rogozhin, Fier, Durrës, Tiranë, Shkodër, që është hapur i ri nga Amerika dhe nga Gjermania. Do t'ja hapën burgjet të shkojnë me shtëpinë e tyre. Ata nuk kanë bërë krime. Ata kanë hyrë në burg për një cigare ose duke hapur dritat edhe nuk i kanë paguar. Do futen këta rrugaçët, unë u thash, do futen dhe gjithë në për burgjet. Do jenë të lidhur, mbajini mend dashur shqiptar. Do jenë të lidhur këmbë me dorë. Të punojnë si dikur në Texas. Polici do rri maj kalit edhe t'i shëgoj, të punojnë, ta shojnë. Nuk është si tani që vete pa flok, e del me flok, si a i djali ri që gjoja është në pëdej, së shkurkushi. Pra, opo si këta që janë tani në Durrës, opo Tiranë, u shpjen mish, u shpjen peshk, u shpjen dhe femra. Por jo, do i shumë ndryshe. Pra, e njëherë u them të fundit, të gjithë shqiptaret që më dëgjojnë, ne kemi krijuar qeverinë teknike, por qeveria teknike bëhet me shqiptarët. Pavarësisht se ne kemi zgjedhur 13. Por nëse ata ministra janë të rregull, nuk kalojnë vinë e kuqe, do të jenë ministra. Nëse një ministër kalon vinë e kuqe, brenda javës largohet. Vjen ai më mirë. Është rregull si në Amerikë, të dashur shqiptar. Po unë, nëse ju nuk vini, do bëheni pishman, se do jetë shumë vonë për ju. Ne kemi ardhur për ju, unë s'kam ardhur për Pilinçin. Pilinçi, si që e thash, nuk e përsërit edhe njëherë, unë jam shërbëtori i shqiptarëve. Unë kam merr për amanetet, kam merr për ta bërë Shqipërinë. Nëse ju doni të rrini për kafene, nëse ju intelektualët rrini dhe prisni mos u birë dhe një ushqim nga lartë, do jetë shumë vonë për ju. Sepse ne mundohemi për ju. Por nëse ju nuk doni, këta nuk do t'jenë në fuqi, po mund t'jenë edhe më të keq se këta. Pra, unë jam gati për të shkuar në zyrat, po pa ju unë nuk shkoj. Pra të pres, sepse unë duroj dhe unë e bëj tamam si në Amerikë. Unë u kam thënë se disa miza kali thonë që Pilinçi flet në emër të Amerikës se nuk është Amerikës. Unë jam i Amerikës. Unë po thash një fjalë në kongres në Amerikë, mblidhe dhe flasim. Pra unë nuk marr urë dashur shqiptarë, unë jap. Unë jap sepse unë e dua Amerikën. Edhe një Amerikan nëse me mua flitet në zyrë, më ka ndodhur shumë herë. U kam thënë edhe njerëzve që kanë qenë shumë të mëdhenj në Amerikë. Po thua edhe presidenta. U kam thënë, unë jam më Amerikan se ju, sepse familja ime, apo më mirë të them familjet shqiptare, Bushi e të tjerë, Lincolni e tjerë, rraca janë shqiptare. Pilinçat kanë qenë për 300 vjet në Amerikë. Nuk dua ta përsërit një mirë, 6 vëllezër, 4 ngel, 2 u kthyen. Stërgjyshi tim ka mbaruar shkollën në Amerikë. Gjyshi tim ka mbaruar shkollën në Amerikë. Pra, edhe i mat ka vdekur në Amerikë, e im nën.
Pra, unë e dua Amerikën, sepse pra të Amerikë kam dhe njake dhe unë personalisht, 4 herë, jo 1 herë. Pra, unë jam Amerikan, 100%, por unë jam shqiptar, 1000%. Dhe ky flamur do valvoj në kombin e Shqipërisë. Mos u mërzitin dashur shqiptar. Mos dëgjoni mizat e kalit se Irani do hedhi diçka këtu. E mund ta hedhi, po jo këtu. Mund ta hedhi në ata që duan përpara fytyrat e tyre. Pra, unë për këtë i them Edi Ramës, do mbaj përgjesi Edi Rama dhe Sali Berisha për këta që janë 3000 vjetë, sepse kanë bërë bashkë. Edi, largoj sa më parë se ti do hiqesh zvarr për hatrin e këtyre. Në qoftë se Irani hedh diçka, do të hedhi ku janë këta. Po jo si shton në çdo vend në Shqipëri, jo. Sepse ata janë terroristë. Edi, e njëherë po e përsërit. Vdekja jote është afër, po mos vdis duke hequr zvarr. E mos më shko mua me atlete e me sandalle. Që unë e di që të ishe kryeminist, është Sali Berisha. Por, erdi koha e juaj tip një llogari para kombit, para Shqipërisë. Dashur shqiptar edhe njëherë, kudo që jeni nëpër Evropë, në lindjen e mesme, kudo që ndodhi, e Turqia do filloj do godasi, jo do të godasi, do godasi Turqia. Pra, shqiptarët e mi, hapni syt. Jini shqiptar, jini të menshëm vetë, dini 3-4 gjuhë, largoni nga qytetet kryesore. Rruga është prerë edhe minuta minutën pritet akoma më tepër, edhe në ajër nuk do kalojnë avione për arsye se mislat do kalojnë 4 anë. Natën e mirë, o shqiptarët e mi dhe shqiptarët e Tiranisë, rrini të qetë, hapni syt, mos dëgjoni se ç'thon në për televizore. Ata janë të paguar, ata janë anti-shqiptar, siç u kam thënë janë 85 veta të shpërdarë gjoja jurist, gjoja gazetar e gjoja analist. Natën e mirë, rrini të qetë dhe hapni syt, shqiptarët e mi. Ditën e mirë, shqiptarët e Amerikës, keni kujdes edhe në Amerikë, shkoni, hapni syt kudo që vini, pavarësisht se ka shumë terrorista, pra te terrorista do të gjejnë vendin. Amerika është Amerika që mbron gjithë botën. Natën e mirë, dashur shqiptar. Profesor, të falenderoj. Të dashur miq, shihni transmetimin e radhës. Faleminderit.